Ish-zëvendës kryeministrja dhe ish-ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku i është drejtuar me rekurs gjykatës së lartë duke kërkuar heqjen e masës së pezullimit nga detyra, të vendosur ndaj saj në nëntor 2025 me kërkesë të SPAK dhe të miratuar nga GKKO. Rekursi u depozitua sot dhe pritet që gjykata e lartë të vendosë nëse do të ndryshojë ose jo masën e sigurisë që e largoi Ballukun nga funksionet shtetërore. Pezullimi ndaj saj ishte lënë në fuqi edhe nga 2 shkallët e tjera të gjyqësorit. Në tetor 2025, Balluku u mor zyrtarisht e pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera lidhur me procedurat për tunelin e Logaras, një projekt me vlerë disa 10 milionë euro. Një muaj më pas, SPAK zgjeroi hetimet edhe për 7 lotet e Unazës së Madhe, ku ish numri 2 i qeverisë u mor person nën hetim për dyshime mbi procedurat e prokurimit publik. Në të njëjtën periudhë, GKKO caktoi ndaj saj masën e pezullimit nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës. Edhe pse masa e pezullimit vijon të jetë në fuqi, kryeministri Edi Rama e shkarkoi Ballukun nga posti në shkurt 2026 përpara se gjykata kushtetuese të zbarte vendimin që konfirmoi pezullimin. Ndërkohë, gjykata e lartë ka lënë në fuqi edhe masën e ndalimit të daljes jashtë shtetit për Ballukun. Përveç hetimeve për tunelin e Logaras dhe Unazën e Madhe, ish-ministrja dyshohet edhe për shkelje në 3 tendera të tjerë publik që janë pjesë e verifikimeve të SPAK.